Kjo është Tiana, një modele dhe influencuese 19 vjeçare që humbi jetën para një jave gjatë një xhirimi promocional në Brigjet e Budves këtu afër nesh. Pjesa e reklames ishte të hipte në një parashut me ajër. Duhej të ishte një ditë e bukur. U lidh me parashut dhe po fluturonte lart mbi det, por në ajër e zuri frika. Jo një frikë e vogël, një panik që i pushtoi gjithë trupin dhe në çast hoqi rripin e sigurisë dhe ra mbi rreth 50 metra lartësi duke humbur më një herë jetën. Nuk donte të vdiste, thjesht donte që frika të ndalonte, por ishte tepër vonë. Kjo histori në fakt është një kujtesë për gjithë ne. Presioni për të performuar, për të qenë interesant, i guximshëm, i përsosur, edhe atëherë kur nuk je gati është real. Por jeta jote nuk është për pëlqime, as për spektakël. Ti nuk je një imazh, je një shpirt, je krijuar me qëllim. Prandaj nëse dhe ti je si Tiana duke jetuar për pëlqimet e tjerëve, hiqe maskën. Mos e shtyp veten për të kënaqur botën. Jeto me vërtetësi, jeto për qëllimin që Perëndia ka krijuar ty. Mos e humb veten për të fituar vëmendje. Ji i vërtet. Pyetje për ty: a je ndjer ndonjëherë në presionin e dukesh mirë kur brenda ke shqetësim? Më shkruaj me poshtë, Zoti Bekov.